skullë që në herë vima fresh. Unë e kishi se kom kesh, ka pe vajbe me mos ma tesh. Ka pe vajbe me mos ma tesh. Tesh. Në keni ca fjalë shumë të bukura. A di çka kam shumë qef? Kur erdhi mami Brikenës, që i thoshte o djali jam, o biri jam, o nuk e di kanë ca fjalë shumë të bukura këto. Djali jam. Djali jam, po. Kur e dojnë, finë shumë i thonë djali jam. Djali jam. Të posë në unë, edhe si ma vitëm. Shumë e mirë, më dalë i të. Ka pe vajbe në mos ma tesh. Fjalët e mia kanë peshë aha. A ka mundësi mos më tesh, a bën, aha. S'përdin që të kama? Shes me sa du si kam, vetëm a po m'han, so ku ka shumë. O kuku për mu. O kuku për mu. Kuku për mu. Që ke të bisedu, Që do kështë bëti gimbon nëse... Isha komponit e qamë. Për poste, që do kështë bërë nëse ti një vajzë që ti ke shumë qef, i organizoj një surprizë të aty lloj, edhe ajo vajza sillet si Brikena. Kështë të fullë. Une, mësuar e kësha menu, aja vlenë edhe mësuar e kësha menu, e kësha këshyrë çfarë tipi është, aty, kësha më pesoj pritet. Po. E se kësha më surprizën e Po, për shembull, nëse ajo do ma kishte vendosur, unë si çum do e kisha tërheq, do kisha thënë hajde respekton këngëtarët dhe bëjmë një kërcim. Kot. Një gjë. Kështë këthy për dhua, jo. Ha? Kështë këthy ajo për dhua. Po, me respektu këngëtarët që kanë ardhur. Ajo s'ka... Dush me gjetë diçka, kupton. Ose për shembull, ti isha afru vetë, ose ku diun. Po dhe këtë do bapshi për qafim, shko për qafu vlo. Po të qaj pa pare e ka. Po të Se për qafim, shko për qafu. Se ndije, mo. Qëtu e? Po mirë, ajo është të punë, ajo është puna vetë, ajo